Bujar Skëndo me romanin e tij Dëshmitari i Rem na sjell para nesh pikërisht festivalin e 11 të pasojat e tij. Romani më i ri i shkrimtarit Bujar Skëndo, Dëshmitari i Rem, kthehet në një nga periudhat më të errta të historisë sonë kulturore, pasojat e festivalit të 11 të këngës në radio të televizion në dhjetor të vitit 1972. Ky festival ku spikatin dhe zëra të mëdhenj si Tonin Tërshana, Vacezela, Sherif Merdani, Francesc Radi, Justina Alia, ju cilësua nga kupola komuniste si dekadent dhe armiqësor, pas tij u arrestuan u internuan 10 artistë drejtues, ndërsa ministri Fadil Paqrami dhe drejtori i RTS-s Toti Lubonja përfunduan në burg. Në këtë realitet të frikës dhe represionit zhvillohet historia e Sander Barajt, një mësues letërsie në Librazh që kishte dështuar të bëhej gazetar në radio televizion. I zgënjur, i përçmuar, ai sheh një mundësi për të ngritur duke dëshmuar kundër mikut të tij këngëtarit të njohur Seran Mejdani, portret artistik i Sherif Merdanit. Sandri bëhet dëshmitar i Rem, njeriu që për karrierë frike pranon të shkatërrojë jetën e tjetrit. Nëpërmjet këtij personazhi Skëndo ndërton një tablo të gjallë të shoqërisë të terrorizuar të viteve 70 ku frika, spionimi dhe servilizmi ishin mënyra mbijetese. Librazhi i romanit është një mikrokozmos i gjithë vendit, qytet i vogël i mbushur me ankth, me fushata, zbulimi armiq, me dosje që hapen e jetë që shkatrohen. Autori sjell një galeri figurash të gjalla tipike për atë epokë, sekretarin e partisë që nxin arrestime, profesorin humorist Maliki i burgosur për batutat e tij, gruan e tij që shkruan diktatorit për ta shpëtuar dhe Jasinin e çmendur që srollatët në autobus për të provokuar njerëzit dhe zbuluar përkënaqësi ndaj pushtetit. Tragjedia dhe grotesku bashkëtojnë duke dhënë frymën e absurdit totalitar. Në qendër të romanit qëndron figura e këngëtarit Seran Mejdani, artisti i ndershëm që nuk përulet, ai përfaqëson shpirtin e lirë të artit që as zbulimi as torturat nuk e përkulen. Në qelia i shfaqet si simbol i dinjitetit njerëzor, duke besuar se ngënët e mia do të jetojnë gjatë dhe më gjatë se regjimi. Në gjyq përballet me dëshmitarin e Rem dhe të akuzuarit e tij, ai ngrihet me forcën e fjalës së vërtetës. Unë kam vetëm 2 dëshmitar, këngët e mia dhe dashurinë e shqiptarëve.